Sezoni i ri teatror në Gjirokastër është çelur me shfaqjen e rendi i ri të dramaturgut spanjoll Sergi Pompermeyer, e vënë në skenë nga trupa aktorëve të teatrit Shëtitës Çajupi, të udhëhequr nga regjizori Kiçolondo. Drama nxjerr në parë realitetin e zymt dhe të ashpër të viteve të fundit, që po përjetohet në shumë vende të botës. Ngjarja zhvillohet në një repart të braktisur autopsie dhe ka në qendër të saj katër rrëmbyese dy pengje, nën e bi që përballen me urrëtie, pasiguri, krizë demokracie, vënje në pikpyetje të drejtësisë, abuzimin emocional dhe anarkin. Aktorët dhe regjizori i trupës së teatrit Shëtitës Çajupi shpjegojnë se pse kjo dramë është kaq e afërt me realitetin shqiptar dhe çfarë emocionesh solli për ta interpretimi i saj përpara ardashësve gjirokastrit. Që në momentin e parë që e morëm, mendojmë se kjo është shumë aktuale për një popull i cili vuan gjithçka, sidomos papunësinë tani, legalizimet e pronave, gjërat, ishte shumë aktuale. Jam shumë e lumtur dhe krenare që munda të ngre një zë në skenë për realitetin që ne po jetojmë. Sollëm në skenë një shfaqje që për mua do ngelet gjatë në kujtesë, ishte një tekst dramaturgjik shumë i bukur. Shumë i kënaqur jam nga mënyra se si komunikoj shfaqja me spektatorin. Shumë i kënaqur me spektatorin. Përgjatë sezonit artistik të vjeshtës në skenën e teatrit Zihnit Sako do të ngjiten trupa vendase dhe të huaja, duke gjallëruar jetën artistike në qytetin e Gjirokastrës.